Edhe në Pogradec ka nisur protesta qytetare duke u bashkuar mobilizimeve që po zhvillohen në disa qytete të vendit. Dhjetra qytetar u mblodhën në qendër të qytetit për të shprehur qëndrimet e tyre lidhur me situatën aktuale dhe për të solidarizuar me protestuesit në pjesë të tjera të Shqipërisë. Tubimi u zhvillua në sheshin para kinemas së qytetit, ku pjesëmarrësit mbajtën fjalime dhe shprehën pakënaqësitë e tyre ndaj politikave qeveritare. Ata theksuan se pjesëmarrja në protestë vjen si një reagim qytetar ndaj problematikave që sipas tyre kërkojnë më shumë vëmendje dhe zgjidhje. Ne duhet të qëndrojmë të gjithë të bashkuar si pogradecar për t'i thënë jo ndërtimeve pa kriter, jo betonizimit të Pogradecit. Kjo protestë vërtet është mbase shumë e vonuar, ne do të ishim vjetër më parë. Që në fillime që kur ky Pogradec me pretekstin e ndryshimit po shkatrohet. Që në momentin kur u shkatrua turizmi Pogradecit. Që në momentin që u shkatrua gjallërimi Pogradecit. Dhe kur shikoj sot që një rini e zjartë e ka marrë në dorë dhe jo vetëm në Pogradec, po faleminderit të Pogradec, ka marrë përsipër që ta udhëheqë këtë lëvizje në gjithë Shqipërinë, mua mbet zemra mal. Protestuesit deklaruan se kjo është vetëm nisma e një sër aktivitetesh qytetare dhe se do të vijojnë të organizohen edhe në ditët e ardhshme. Me përfshirjen e Pogradecit, numri i qyteteve që po bëhen pjesë e protestave në shkallë vendi vazhdon të rritet.